për të diskutuar dhe për të parë gjendjen se si është në teren, ajo ndodhet në Ulpian. Blerina, mirëmëngjese. Mirëmëngjese dhe për ty Gonxhës dhe për gjithë shikuesit e orës 7 gjendem këtu pra në Ulpian dhe mbrapa meje është një pamje e cila i ka shoqëruar qytetarët e Prishtinës këto ditët e fundit, pra kontinjerët e stër mbushur me mbeturinat që nuk janë pastruar mirë, po i shohim edhe rrugët që janë po ashtu në të njëjtën gjendje. Gjithë kjo nxiti reagime në rrjetet sociale, të paktën nga qytetarët, ku kërkuan edhe llogari për mospastrimin e kontinjerëve, duke marrë parasysh që po jetojnë në një ambient toksik, por edhe që të ndërmerret ndonjë hap nga komuna dhe të pastrohen këto kontinjer. E kjo nxiti që edhe kryetari përparim Rama të dalë me një reagim dhe të sqarojë se si po qëndron e gjithë situata, ku vetë kompania pastrimi e cila është e kontraktuar dhe paguhet për të kryer këtë shërbim për qytetarët dhe për komunën e Prishtinës, është duke bojkotuar punën. Dhe arsyet, sipas kryetarit të komunës së Prishtinës, u thanë se janë politike, mirë po në asnjë moment në vargjet e tij nuk drejtoi gishtin nga ndonjë parti. Kemi parë në rastet e mëhershme ku projektet janë bllokuar dhe ai ka akuzuar qeverinë në pushtet, e cila ka pasur dorë në bllokimin e këtyre projekteve, mirë po në të njëjtën ai tha që po bëhen pazare politike në takime të fshehta ku ai nuk ka marrë pjesë dhe nuk do të merr pjesë asnjëherë, dhe interesi i tij është të punojë për qytetarët e Prishtinës. Përndryshe, kontinjerë të shumë si në këtë gjendje pam edhe gjatë rrugës derisa erdhëm këtu, mirë po pat edhe nga ata që ishin pastruar, e kjo erdhi për shkak të ekipeve alternative me të cilat edhe vetë kryetari përparim Rama në reagimin e tij tha që do të mundohet deri të hënën maksimalisht që të gjithë kjo gjendje të t'i kalohet përmes ekipeve alternative derisa të bëhet një zgjidhje me kompaninë pastrimi. Për gjithë këtë situatë, qytetarët janë shumë të atësëruar dhe pam reagime ndaj kryetarit, ku kërkuan që të paditet kjo kompani për mos përfundimin e shërbimeve për të cilat edhe është e paguar. A keni ndonjë pyetje tjetër? Blerina, të përshëndes dhe faleminderit shumë që i solle këto detaje më të reja, pra se çfarë është duke ndodhur sa i përket gjendjes së mbeturinave në Prishtinë. Faleminderit.